Mirë, rikthehemi në Shqipëria Live pas hapësirës së BCTV-s. Ne tham do të diskutojmë pak çfarë po ndodh tek përputhet aktualisht. Do të merret një vendim për anën, megjithatë ne menduam le ta diskutojmë pak me ata që janë përjashtuar apo janë larguar nga përputhen, nga ky edicion. Ose kanë ikur vet. I dytë. Ose kanë ikur vet. Do të kemi mundësinë që ta flasim me Erion Gegën. Erion Geca. Përshëndetje, ndërkohë kemi Graciano Merkon gjithashtu këtu në studio. Graciano, kemi dhe Renaton Dragotin gjithashtu. Përshëndetje. Presim të kemi dhe një tjetër lidhje, megjithatë e diskutojmë pak bashk, ndërkohë që provohet edhe Fiorella, nëse është në rregull me internetin apo jo. Fiorella, përshëndetje. Përshëndetje. Ta diskutojmë në studio. Si e mendoni? Si e keni parë një herë gestin e Arionit, por edhe shpjegimin që ka dhënë Ana, ndërkohë nga ana tjetër? Ç'të të thot vëlla, ç'pun kemi ne me ta. Gjithsesi, është një program pjesë e cilit keni qenë edhe ju. Normalisht kur një femër vjen 3 mëngjesit të shtëpia vëlla, ç'të të them unë, normal që ka ndodhur ndonjë gjë. Pra ti je i sigurt që ka patur një marrëdhënie mes tyre. Kam respekt si për Anën, është vajzë pafunde mirë, dhe për Arionin shumë respekt. Thjesht me rregull treshi. Nuk bie shumë dakord personalisht, megjithatë, se mund të jesh edhe miq, mund të shkosh edhe për një hall edhe për një problem. Kanë mes tyre, por gjithsesi Arioni ishte çik i nxituar me veprimin që bëri, se në fundit mund të shkonte Anës si thoshte. Do të vazhdosh që jo si e ke Terezin miru pafshim, s'kishe pse i the rrjetet sociale gjëra. Është treguar që i nxituar për mendimin tim. Me publikimin e fotos. Po. Mendoj që e beri gjithë për mendje, sepse të njëjtën story e ka edhe dhe Shqipja, që thoshe do plas të imbam së shpejti, biles ka edhe dhe story që numëron dhe sekondat. Dhe se besoj se Arioni është i vogël të marri një mendim të tretë. Fakti po thua që ka qenë e rakorduar mes të dyve, një plan i menduar mes të dyve. Shqipja që s'tash me pjesë të përputhen. Po Shqipja dhe ka thënë publikisht që nuk vjen më, po këto janë aludime që bëjmë në kod. Thjesht, do më thënë Arioni s'është i vogël të marri mendjen e një personi tret, apo për vëmendje. Por normalisht sepse i duket mjaftueshëm i madh se story. Të duket mjaftueshëm i madh për të bërë këtë gjest? Ai ishte plus se besoj njëherë këtë rend dashurisë sa kishte Arioni brenda një muaji. Do të mund të ketë fiksim po, okay. Po qa ishte ajo një foto shtritur në krevat? Për mua s'ka lidhje, gjithë kemi shok e shoqe. Kuptoj. Fiorella. Shok e shoqe me krevat, çik vështirë po. Po tani Si e she ti gjithë këtë situatë që është krijuar në përputhen? Nuk e di nëse po e ndjek tani që je larguar. Po, këto pjesë normalisht, edhe sikur mos ta ndjek, do e dëgjosh, sepse është bërë shumë e madhe. Atëherë, ajo që ka mendoj unë. Normalisht që aty kuptohet që Ana me Arionin kam bërë një lojë të tyren, do me thënë kam bërë një njohje jashtë, edhe ka vazhduar marrëdhënia deri në një farë pike që nuk është se më intereson shumë dhe nuk do t'i futem shumë detajeve, por që mendoj që Arioni si rritur që është duhet i mendonte pak më shumë ato veprime. Ndoshta ka qenë dhe thjesht i nati, duke qenë se Ana nuk e ka bërë lojën si ka dash ai, ose ndoshta ai në këtë lojë qendërmori ra brenda vet, ndoshta ka rënë dashuri me Anën dhe ja ka bërë nga i nati, por gjithsesi është një mendoj një veprim shumë i nxituar nga Arioni. E kuptoj. Sepse duhet mendosh që ajo është një vajzë që ka një familje, ka një shoqëri, ka një opinion publik dhe të jemi realist për femrën, besoj është diçka shumë e vështirë dhe e mbështes shumë emocionalisht Anën dhe i them që të bëhet e fortë sepse nuk është diçka e lehtë për t'u kaluar. Ani i nxituar apo veprimi i ulët? Pasojat e gabimeve po e themi. Përdorët që të dy fjalën i nxituar. Domethënë është nxituar është tjetër gjë dhe veprimi i ulët edhe gati shantazh është goxha më e rëndë, bën situatën më të rëndë. Në studio këtë gjë mendoj unë. Ja thoshe ballë për ballë, po që të hedhur story mua më duket thjesht për vëmendje, për asgjë tjetër. Në fakt doja të kapja një element, sepse Fiorella u shpreh që mendoj nuk më ka interesuar se çfarë po ndodh tani ose nuk e shoh me aq shumë vëmendje çfarë është duke ndodhur tani nëse do të përjashtohet apo jo, po Fiorella ti vetë u largove nga përputhen sepse tregove që kishe një njohje jashtë ose po ndërtoje një njohje jashtë dhe nuk kishe më interes apo jo. Nuk të duket pak a shumë e njëjta situatë?
në raport me çiftin apo me këtë dyshe, Arion, Ana? Po, më duke do me thënë e njëjta situatë, por puna është që mua nuk ma mbajti të bëja ka qiloj të pisët, nuk jam e guximshme të bëj këtë gjëra dhe ndoshta prandaj u tërhoqja. Pra ti mendon që ata janë më të guximshëm? Ndoshta kanë guxuar, kanë menduar diçka për mirë, po u doli për keq, sepse tani të jemi realist është skandal, sidomos për një femër këto lloj gjërash. Por nga ana Unë tjetër, shpresoj që Arioni nesër pas nesër kur të ulet në kafe apo kudo që kalon mos të mburret me këtë veprim sepse është një gjest i ulët, por le ta quajmë Arioni që ndoshta është nxituar nga dashuria, le të themi. Nëse nuk do e shikonim nga raporti moral apo shoqëror, po do ta shinim në vendimin e drejtë, në gjykimin e drejtë, ti mendon që duhet përjashtohet Ana? Ato janë thyeri e rregull. Tani në gjykimin e drejtë fare, atëherë normalisht që duhet përjashtohet sepse domethënë ka krijuar njohjen, lidhjen, si mund ta quajmë, se nuk e di mirë punët e të dyve. Ka shkelur rregull. Ta kishim bërë brenda përputhen, jo jashtë. E kuptoj. Ta pyesim dhe Erionin pak se çfarë mendon. Erion, Po, ti çfarë mendon për gjithë këtë? E para, nëse mund t'i ndajmë, e para gjesti i Arionit, pra publikimi i fotove, pavarësisht se çfarë ka ndodhur mes tyre, dhe pastaj marrëdhënia e tyre jashtë emisionit. Okej, gjesti i Arionit besoj që është pak i tepruar, por është edhe diçka drejt që ai e ka bërë. Unë nuk jam dakord, por çdo keq ka të mirë, a kupton? Sepse ky gjesti i Arionit po tregon një skandal që ka ndodhur brenda të përputhën, edhe që është jashtë rregullorës që vetë emisionit, e kupton? Me rregullorën nuk lejohet as takohet, as diskutime, as telefonat, as mesazhe, po e njëjta gjë ka ndodhur edhe mes me dhe Anës, domethënë pak a shumë, që unë kam pas kontakte me të. Ke patur kontakte me Anën jashtë emisionit? Jashtë emisionit, kam pas telefonata, kam pas mesazhe, po gjëra shoqërore, deri në një moment që ishte telefonata fundit ajo që u bë dhe shkak që unë të largohem domethënë nga emisioni, sepse pak a shumë kisha shpreh pëlqimin për Anën, po telefonata fundit që kemi pas jashtë programit, ka bërë që Ana ta nxjerri që tu shftyrë në tretë. Po çfarë tha? Mund të pyesim çfarë ndodhi në atë telefonat, çfarë tha? Një sekond. Po përdorët dy ftyra. Një fytyrë po përdorët në studio, një fytyrë jashtë studios, domethënë karshime. Dhe fytyrën e tretë tregoi domethënë ke biseda ime që kisha herë në fundit me të në telefon, gjë që tash edhe ajo bë shkak që unë u largova nga emisioni, sepse Po pra, po çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Ndodhi një gjest që xhelozie mund ta quaj unë. Nga ana jote apo nga ana saj? Nga ana Anës. Sa do që mundova ta shpjegoj, nuk e kuptoj fare atë pjesë dhe si tush doli nga vetja duke kaluar në një tjetër nivel bisede, gjë që mboni ta mbyll telefonin edhe ti bëj edhe blok. Tani, më fal, nëse mund të të pyesim, ti e di vetë se sa do të tregosh dhe çfarë do të tregosh, po keni patur vetëm telefonata jashtë emisionit apo edhe takime jashtë emisionit? Edhe takime, edhe Graciani që është në studio, është i vetëdijshëm për këtë pjesë, sepse ka qenë edhe ai në disa, mos qesh. Po, takim kemi pas vetëm këtu te lokali jashtë Top Channel-it, në asnjë vend tjetër. Jashtë studios, jashtë Top Channel-it. Jashtë studios është pra, jashtë studios pasi përfundonit xhirimet. Bravo. Po kjo është tjetër gjë, besoj, se ju takoni përpara, takoni edhe pas emisionit. Graciano ka qenë dëshmitari në një situate xhelozie. Situata e xhelozisë ka ndodhur në telefon me Anën. Po pra, po çfarë të tha? Xheloze për çfarë u bë? Për ta kuptuar publikun se ti e thua, po flasim me fakte tani se. Me fakte unë kam shumë fakte. Kam shumë fakte. Fakte për çfarë? Ke shumë fakte për faktin që Ana ishte ndryshe në emision dhe ishte ndryshe jashtë, të po thua? Karshimi e ka qenë ndryshe. Të la të kuptoj, domethënë ti ke ndjerë që Ana të pëlqente ty? Ana, domethënë kur ishim jashtë studios, më lindte këtë lloj përshtypje. Kur Pse? ishim brenda në Nëse mund të pyes pse? Si, të bënte gjeste afrimi, të përqafonte? Gjesta afrimi, fjalë të mira, fjalë të ëndra, kupton, po deri në momentin që tash edhe telefonata në fundit që ka shfaqi xhelozia, ai këtu normalisht kur shfaq dikush xhelozi do thotë që ka interes ndaj teje. Mirë, fjalë, nëse mund të pyes prapë ndjes, fjalë të ëmbla dhe të mira, se mund t'i thuash në një miku fjalë të ëmbla dhe të mira. Ishin miqësore apo ishin dashurie, se dallojnë kam përshtypjen? Nuk besoj që ishin dashurie, po që ishin te ato kufi, e kupton? Renato, se tani ti në fakt ke thënë. Një sekondë, Renato, thot, një minutë ta mbaroj unë këtë pjesë. Edhe produksioni ka qenë dini të disa gjërave, kështu që produksioni domethënë kishte menduar eliminimin tim, po duke qenë dini për këtë gjëna që po ndodhin, eliminimin e Anës nuk e mundon të fare sepse si thosh Ana po jepte shfaqje aty në emision, po jepte gjëna në emision edhe atë do mbante edhe eliminimin tim e kishte menduar me kohë.
edhe për gjitha këto që unë po flas, ekziston një inciziv që kam unë këtu në telefon, 25 minuta me një nga kupolen e përputhën, kështu që për çdo gjë që unë e them edhe e them me fakt, por nëse do jetë momenti edhe nëse do jetë nevoja atë inciziv 25 minuta unë mund ta nxjerr se kam problem fare. Por të vetëm në situatë që mund vjen keq, më vjen keq vetëm për familjen e anës, po si ana personalisht absolutisht se vjen keq fare. Pra këtu thua që ka pasur të drejtë Arioni që e publikoi për të treguar se kush është ana në të vërtetë. Për të treguar se kush është ana, për të treguar se ç'a ndodh përputhën, edhe nuk është rasti i vetëm që ka skandal. Janë minimumi edhe 2 çifte të tjera që kanë skandal edhe që vazhdojnë të jenë në emision përputhën. Kjo është akuzë fort. Erion, problemi është që ju të gjithë flisni dhe ndërkohë faktet o i nxjerrni të cunguara ose nuk thoni asgjë. Pra, faktet e mia nuk janë të cunguara, faktet e mia janë totalisht. Ti mendon që ana duhet të përjashtohet? Absolutisht, ana duhet të ishte përjashtuar që në momentin që ndodhi situata mes meje dhe Po Arioni duhet përjashtohet? Patjetër që po. Është diçka që janë taku jashtë programit, janë taku jashtë studios, edhe normalisht që duhet përjashtuar nga rregullore që ka vetë emisioni. Po thash, është diçka që duhet ndodhte për të kuptuar që ka ndodhur një skandal, po janë edhe 2 çifte tjera që unë i kam të faktura që vazhdojnë të jenë emisione dhe që kanë pak a shumë të jetë skandal. Okej, kjo është mendimi i yt, është akuzë jotja gjithsesi. Jo, nuk është mendimi im, është mendimi im bashkë me fakte edhe Dakor. Dua them nuk është kaq kollaj të flasësh se Arioni doli dhe për të folur për marrëdhënien me Anën edhe pretendonte shumë gjëra që nuk arriti dot i faktonte. Gjithsesi. Ne jemi këtu për të pyetur mendimin tuaj, domthonë se çfarë ka ndodhur lidhur me këtë që ka ndodhur. Po pra, unë thash, mendimi im se çka ka ndodhur është pak i nxituar, por duhet ndodhte për të kuptuar se çfarë po. Po, qartë. Unë jam mendimin që nuk mund të sillet një person me gjithë një lloj, sepse unë me Anën kam shumë raporte të mira dal për kafe çdo ditë. Nuk mbaj as anën e anës se okej, ka thyer rregullore, është normale, po e mbroj për ta pjesë. Po që tani ndjenja janë. Çfarë ka thënë ty Ana në këto takime shoqërore? Për të pjesën e Arionit më ka thënë që po kam shkuar te shtëpia, po nuk ka ndodhur asgjë midis meje dhe atit. E kam takuar qatë ditë, Anën kur ka qenë te policia, kam qenë për kafe, edhe më ka thënë që jo, tani nuk e di se s'mund vetë dorën zjarr. E shef që i dyshim dhe të ka të shofër? Jo, nuk ka lidhje për dyshim, për ata unë e respektoj si mike, si pjesë e emisionit. Kupton tani ndjenja janë, çdo kush ka ndjenjë, janë bashkë dhe këdorë sondazh që të rinin ata aty po, se jo, po kishin ikur që të dy, o vllajim. Okej, atë po pa i duhet ja bente në studio këtë gjë për mendimin tim. Ue, nuk japim dot mend unë dhe tjerë, se është i rritur. Tani e kuptuam pak a shumë mendimin tuaj, ju thoni që bazuar tek rregullat le të përjashtohet, por nga ana morale është ndryshe situata sepse patjetër asnjë vajze nuk mund t'i bëhet ky gjest, ti nxjerrë një lloj fotoje. Nëse t'ia bëj dikush nuk vjen mirë, nuk e toleroj as pak. Kjo është përtej normale. Po Ana besoj e ka sqaruar dhe ka thënë që do ta ndjekë edhe nga ana ligjore këtë çështje. Normalisht bën çfarë të duan. Si ka shkuar jeta juaj pas përputhjen? Na ka pas zoti me sy të mirë. Vërtet? Në ç'kuptim? Po na ecën gjërat mirë, sa që i duam jemi rrugën e dur për një të ardhmë të mirë të lezetshme. Pra të ka ndihmuar programi në një farë mënyre. Të ka dhënë një dorë, le të themi. Po, deri diku jo. Pse? Po bi gjërat i kisha 50% gati. Mirë, nuk tham që fal programit ti tashmë ke një karrierë, se ti në fakt duke qenë sportiste kishe krijuar dhe ngritur, le të themi, karrierën tënde apo fushën tënde ku do të vazhdosh. Po të ka ndihmuar fama apo pjesëmarrja aty? Më thënë, njerëzit të njohin më shumë. Po. Gracianon po e po, se bëri pak si buj shumë. Dhe jo vetëm ti, po. Pak bujet e pruar ishte, po. Ç'kuptim bujet e pruar? Dhe mu. Ju keni më shoqëri me njëri tjetrin? Bani marrëdhënie? Jo, me asnjë përveç se me Anën, jashtë emisionit me asnjë tjetër. Po me Shqipen ke folur pas se nga storit duket sikur po e ndiqe, ka bërë dhe këtë reagim, ka bërë dhe atë reagim. Më kanë thënë, po unë vetë personalisht nuk e ndjek. Ti s'ke patur asnjë kontakt që pas... Asnjë kontakt, më ka përmendur në shumë emisione tjera. Mos e ndjek me ndonjë akaunt falso. Thjesht nuk do t'ja vëmendje. Nuk është t'i jep t'i vëmendje. Nuk do t'ja pësh vëmendje, po ama unë nuk e di, nuk i kam ndjekur dot intervistat e saj, shumë pak, por Jo, unë i kam ndjekur, realisht. Jo, desha them, a ka patur një moment që Shqipja ka kërkuar një lloj falje? Jo. Ndaj teje? Jo. E pret ti një gjë të tillë prej saj? Jo, se pres, as më intereson ta pres. Shqipja nuk është ai tipi që kërkon falje.
Kur unë jam largu nga studio, kam thonë që e vetëmi person që mund ketë burrni, sa 3-4 çuna që janë aty mren, është shqipja. Jo, të kërkosh falje është burrni shumë e madhe, a? Jo, nuk ka kur njeriu gabon, një të sekond. kërkosh falje është kaq burrni sa se ke i den. Po pra, po nuk ka thonë diçka për të kërku falje. Dhe as për që fjala burrni se ka gra që janë më burnesha se burra. Normal, mendimi im, ka thonë diçka reale dhe shqipës brava e qoftë mos ta kërkoj faljen se për mendimin tim nuk ka asnjë gjë për të kërku falje aty. Kjo është tjetër gjë, kjo është çështje këndvështrimi. Unë thjesht pyeta nëse, po pra. Normalisht fjalët e shqipes u morën ndryshe nga ato që ajo tha aty. Sa tha unë tek partneri im nuk e pranoj diçka të tillë dhe nuk do të doja. Askush nuk e pranon, edhe ato që kam thonë. Filluan i shtrëmbuan gjërat, u çuan gjithë si kalamar nga studia ika, nuk është zgjidhje tikësh nga problemi, zgjidhja është trish dhe ta zgjedhësh. O Brudi, edhe ona dhe teja që thamë të dalin prap, as ato nuk do dilnin më. Thjesht domethënë dy Ta pyesim pak Fiorelën. Fiorela, si ka shkuar jeta jote, si po shkon ajo njoja jashtë programit? Kështu dukesh e lumtur. Pjesë do doja që mos të flisja, mos të komentoja, është jeta ime private dhe normalisht dua ta mbaj private. Pra ti ke zgjedhur tashmë që mos t'jesh më një personazh publik. Si? Ke zgjedhur që të mos jesh më një personazh publik. Pra të krijosh një jetë totalisht private. Jo, nuk ka lidhje, po për gjërat e mia private nuk kam qef, do të thënë dëshirë të flas, jo se Po mirë, flasim për ndonjë aktivitet sportiv, çfarë ke bërë kohët e fundit. në momenti jam pauzë nga të gjitha, jam pushim. Çdo gjë vetëm po pushon. Po, ama Fansat çfarë thon, si reagojnë kërshiteje? Të kanë thënë ktheu në përputhe Fiorella se të duan përsëri? Në fakt, shpeshherë ndonjëherë e harroj që kam qenë pjesë e televizionit edhe kam reagime në për rrugë që hajde bëjmë një foto dhe unë një moment e humbase e thëm po pse do të bësh foto me mua? Harroj që kam qenë pjesë e përputhe ndonjëherë. Po mirë, po mësojmë avash me këtë idenë e njohjes. kjo eksperiencë, pra, qoftë edhe njohja, fama, të bëri mirë, pra të ka ndihmuar? Më ka ndihmuar. Faktikisht, unë sikur e mora çik me bezdit, çik si me stres të punën e famës, por që më bëri mirë se eksperiencë, sepse unë mësova pak edhe me këtë punën e njohjes, se jam çik vetë person i sikletosur, kam shumë siklet këtë pjesën, por që avash po mësojmë. Po pjesa tjetër, nuk e di. Jo, unë Renato realisht po Graziano. merrem me një film tani, që më kam ftuar. Po merresh me një film, domethënë të kanë ftuar për një rol në një film. Interesante. Çka nuk do ndodhe besoj po të mos kisha qenë të përputhem. Se di. Po, mund të pyesësh regjisorin. Jo, realisht më ka hyrë shumë punë, nuk e poshtë për këtë një eksperiencë shumë e bukur, gjithçka. Erioni do ja shoh filmin Gracianos se pa shiqeshi kur i tha ka filluar ta Jo, aktorë në një film. domethënë nëse ai film do dalin transmetim, mund ndodh që televizori nga dhoma gjumit ta kaloj ke ajo para hyrja dhomës. Mirë, arri një herë për vete, ti pastaj për tjerë. Si? Arri një herë gjërat e tua, them një jetë, pastaj në shotë të Gjërat e mia i arris me mundë dhe me djersh dhe jo në atë dhe mënyrë që ti ke zgjedhur. Po shumë bukur që është mënyra ime me thjesht. Ti debatin me mu mund ta vojmë tek e tek si dush, ti debat me mu, po ti s'hash dot me mua, alla. Unë kërkoj, po që për debat, unë bëj debat me burra tamam edhe jo me çunat but, me çuna haribo si ti. Edhe Arioni i përputhen. Cili është thelbi i debatit tuaj? Me çunat haribo nuk merrem. Mia. Urdhër jome? Kush është thelbi i debatit? Mes jush, kush është çështja më e Po jo, rëndësishme e se debatit mes domethënë jush? ndërhyjni ky sikur gjasme po më kundërvihet mu, po s'ha do debat ai me mu. Po pse? Është shumë i butaj për debat. Jo ja bëj shtypet thjesht. Duhet diçka e fortë për ty diçka më të fortë. Mirë se po tregosh pak i dhunshëm në qasje, edhe i pak diskriminues, domethënë tani. I dhunshëm as diskriminues, po thjesht po e them që debati që ai mund ta bëjë me mu duhet jetë shumë më i fortë se sa unë për të më thyer mu. Po jo me këtë lloj debati që bë ky. Psikologjikisht gjithmonë. Normalisht. Graciano, je kaq i dobët psikologjikisht sa për t'ju përgjigjur Erionit? Si mendon ti? Jo, ti je këtu. Ka lidhje fare. S'kam se mendoj, ti je këtu, po të pyes. Mendon këtë gjë në shtëpi. Po pra, po ti je këtu, ka për të Nuk ka pyes. lidhje fare, se erdha këtu debat me
Erioni në erdha për dhe mendimin tim i distanës dhe asaj, kaq. Po pra, po ju përgjigje Erioni që arri gjërat e tua, dhe unë të thash që gjërat e mia i arri me djerës edhe jo në vlejforme që ke zgjedh ti. Graciano, tani që kam parë gjithë intervistat e Shqipes, çfarë mendon për intervistat e Shqipes, për reagimet që ajo ka patur? Jo, të flasi, për mua s'ka problem fare. Unë se vrasojnë, do të flasi është mendimi saj. E vërteta është e idhur, dhëmë, po Shqipja flet vërtetën, ma që sa unë e kam dëgjuar, i flet gjërat sakt. Për mendimin tim si Renato, pastaj se që ka personale me Graciano s'më intereson. Jo, s'kemi gjë personale në një shumë emision. Për çdo gjë, çka ka fol? Çka kam parë në Instagram se kam ndjek intervistat. Ore, unë asë kam sharë në njerë në për intervista, unë me ty s'kam asë i gjë personale, o miku i më kupton, dhe me Shqipen, kesh qatë duash, nuk mi intereson bot. Po, në rregull, po këtë marrëdhënien që ndoshta krijoi Shqipja me Arionin, si e shihni, pra që u bën bashkë ashtu siç po thoshte Graciano Erion, që duket sikur janë bërë bashkë për të sulmuar anën. Ti e sheh kështu? Jo, nuk është shumë këtë dhe mënyrë, plus as nuk është se i kam ndjek rrjetet sociale, se si tush i kam heq gjithë nga rrjetet sociale, kam shi gjithë dhe numrat, po asa kam ba unë nuk besoj që Shqipja mund të ketë ndiku diçka. Shqipja nëse do me e bo vetë diçka, është ai tipi Shqipës që ajo bo vetë, ose e thot vetë, nuk ka nevojë për ndihmën e askujt, as nuk ka nevojë të përdori dikë për të bërë diçka Shqipja. Por Shqipja shef punët e veta, gjonat e veta, i thot ashtu si që ka, e kupton? Edhe ka shumë drejt në ato që thot, sepse aty mrena, që janë ke përputhën, aty janë gjithë për skandale. Po ti pse ja ke fshirë numrat të gjithë njerëzve, Ashtu gjithë nuk janë për skandale, se Lobo është kampion, po. Thej që ja ke fshirë të gjithë numrat, ka shumë mlef kundrejt të tjerëve që, domethënë, antarëve konkurrentëve të përputhen? Po, sepse asnjëri nuk është i vërteti aty. Të gjithë vërteti ke jashtë asaj studio, ku janë atë studio janë gjithë në rol aty, e kupto? Shiko, Erion, keni qenë ju konkurrentët e parë të përputhen, për ta kuptuar, domethënë, përputhen tashmë u bën edicionin e dytë, ka kaluar shumë konkurrentë të tjerë dhe ti je ndër të paktit që je duke thënë këtë gjë. Dhe duket sikur u larguat nga përputhen dhe tani hajde le të sulmojmë çdo që po qëndron aty. Kjo duket pak e padrejtë për produksionin ku ju qëndruat dhe për njerëzit apo miqtë tuaj. Të gjitha këto unë i kam 25 minuta gjizim me kupolen e produksionit. Nëse do jetë nevoja, mund t'ja nxjerr 25 minuta nëse keni minutazhin, edhe të gjitha këto që unë them janë të vërteta. Nuk është të pa drejta, Erion Geca, unë jam Erion Geca, nuk flas gjonat pa drejta, nuk i bi njeriu në qafë. A kur e flas me fakt. Fiorella do të ndërhyj, Fiorella po. Normalisht do të kalojmë ke Fiorella. Më fal të vijim. Jo, do të ndërhyj sa po tha. Erion nuk uaj të mërshme, nuk jemi gjithë me komplote, Erion. Fiorella vazhdo, dashur. Erion, doja të bëj një pyetje, çfarë mendon se do kishe bërë ti brenda ndryshe nga të gjitha konkurrentë që ju quani fake? Çfarë mendon që ti do jepje ti ose dhe Renato që do jepni ndryshe të përputhen, do jepni një frymë të re, çfarë? Do jepni, realisht gjithë tani fake, çfarë do bëje ti Renato ose ti Erion aty brenda që do sfidoni një publik të tërë dhe do i tregoni të vërtetë? Unë si Erion, Fiorella po të përgjigjem shumë sinqerisht. Jo, mos e merrni për personale, thjesht më njëherë jam kurioze çfarë do bënin këta njerëzit që janë skualifikuar le të themi, që thonë nuk është emisioni. Çfarë do bënin ndryshe? Ja përgjigjet Erioni, ja përgjigjet Unë si Erion do bëja atë që s'po bëjnë ata. Do jepja me ndjenjë, gjithçka do bëja me ndjenjë. Nuk do bëja që dukesha bukur në televizion, nuk do bëja që të pëlqejnë njerëzit, nuk do bëja për followersa. Nuk do hidhesha atë për dridhesha siç po bëjnë aty për show. Po Erion, po për followersa do po futen një ambient televiziv normali që do e kesh edhe famën dhe following, këto janë gjëra. Po pra, këto janë diçka që vjen mbrapa. Unë do bëja gjithçka nga vetja ime, nga ndjenjat e mia do bëja. Nuk do bëja unë pikërisht për të marrë followersa. Mirë, edhe ata me pak me aq njohje sa kanë, avash do arrin që të arrinte të kanë ndjenja madhe që thoni ju, sepse ndoshta është edhe shumë shpejt. Se ti tani nuk besoj kur fillon flet me një gocë, je aq i ndershëm sa që flet me një gocë. Ta thënë që do e kesh rrezik mesazhet full, derisa të vendosësh që okay, kjo është goca ime e duhur. Po pra, po as të flasim çik realitetin, mos bëjmë tani sikur të ndershmit e dheut. As shtirje nuk do e përdorja në asnjë moment. Okej, Erion, më fal, të pyes. Ti je shtirur në përputhen apo ke qenë i vërtet? Nuk jam shtirur, unë kam qenë plotësisht i vërtet. Edhe kam të dëshmuar që unë kam qenë i vërtet, edhe është me qenë çdo gjë. Shumë bukur. Graciano, ke qenë i vërtet apo je shtirur? I vërtet. I vërtet. Renato? 100%. 100%. Fiorella?
Ke qenë e vërtet në përputhen? Ajo që ishe dhe jashtë dhe para kamerave? Po, normal. Pra kemi 4 njerëz Erion përfshirë dhe ty që pretendojmë dhe thonë që kemi qenë të vërtet. Të katërt jemi jashtë, po flas për ata që janë brenda. Kjo katërt nuk jemi është jashtë. fair, nuk është shumë fair. Unë thjesht, domethënë unë Gracianon e kam intervistuar dhe përpara, e kam parë dhe brenda përputhen, me thënë të drejtën më zhdukur i vërtet. Tani kemi pasur këtu edhe personazhe të tjerë të përputhen. Tani normal që ka një lloj emocioni. Unë kam 20 vjet që dal para kamera dhe Erion dhe kur vjen puna, me thënë të drejtën, gjithsesi kamerat kanë një lloj emocioni, kanë një lloj tensioni. Është mos e planueshme. Kanë edhe një lloj sharmi, kanë edhe një lloj sharmi Erion, se është produksion televiziv në fund të ditës. Është produksion televiziv, po ai që po bën, domethënë atë që do produksioni, ai që po bën skandalin, ai po vazhdon të jetë brenda. Ai që është i vërtetë, dhe ai që do ishte i vërtetë, ka ndalë jashtë. Çdo gjë do qartësohet. Një moment do shkojë në dalim që vendin të e duhur. gjithë. Do Një shkojë çdo moment gjë. fiks. Një moment dalim që të gjithë dhe gjërat zbulohen, kështu që nuk besoj që i kanë mbetur atyre konkurrentëve. Normalisht që gjërat zbulohen. Unë gjërat diskutojmë kush është real, kush është fake. Unë gjërat i kam zbulova me kohë dhe dola. Edhe një gjë tjetër Erion, edhe Renato, publiku është shumë i mençur dhe shumë i zgjuar, e kupton shumë mirë se kush është fake, pra kush është falso dhe kush është i vërtet, edhe para kamerave dhe brapa kamerave. I nuhat shumë mirë, pa merak fare. Reagimin e publikut e kam telefon edhe publiku e di shumë mirë se kush është i vërtetë edhe kush. Erion, dhe një detaj tjetër. Në fakt the që Arioni ka bërë një gest ullët, edhe nuk është fare burrnin që ti nxjerrësh një vajze. Fakti që ti the unë kam një telefonat të anës, a është burrni kjo dhe është një lloj kërcënimi që i bën televizivisht? Tash kam telefonat, por nuk nxorra telefonat. S'ka rëndësi. Unë po të pyes, a është një lloj kërcënimi? Jo, nuk është. A është një lloj kërcënimi? Nuk është kërcënim fare. Unë këtë pjesë e thash. Për çfarë? Për çfarë the që bësh edhe ti buj mediatike dhe të dalë në media që dhe ti ke një telefonat me anën? Jo, nuk thash kam telefonat. Kam pas një telefonat që ana di shumë. Që e ke regjistruar, pse nuk e the në momentin që ishe në produksion? Me që ke qenë kaq i vërtet. Unë e kam thonë kur kam qenë këtu. Ka ndodhur diçka mes meja. E ke thënë tani sot në studio. Jo sot, e kam thonë edhe herën e parë. Sot në studio është hera e parë që kjo gjëja po bëhet mediatike. Ti e ke thënë sot në studio, nëse ke qenë kaq i vërtet, pse nuk ja ke paraqitur produksionit? Unë jam shumë i bindur që ti nuk je. Produksioni është ndjeni. Produksioni është ndjeni pse nuk je ti. Ne na duhet që ta verifikojmë me produksionin dhe pastaj të kemi një përgjigje. Deri tani kjo është e vetmja dalje publike jotja ku ti thua këtë gjën. Dhe Fiorella të bëri një pyetje të drejtë dhe të tha, nëse ti ke qenë kaq i vërtet, se nuk e bërë publike më përpara dhe ti thoje produksionit, kjo është telefonata, merreni dhe publikojeni. Produksioni është në dijeni të gjithçka. Fjala produksion duket sikur janë 20 veta. Produksioni është Olsa. Olsa është në dijeni të gjithçkaje. Pse nuk je ti, Olsa është në dijeni. Po Olsa si ka interesu ta mbaj anën sepse ana po jep të shfaqje. E kupton? Ana po jep të shumë për publikun, ana po bën atë që do publiku, ana po bën atë që do produksioni. Gjithsesi ti, s'na the vetëm një gjë, anën e ke pëlqyer apo jo? Anën e kam pëlqyer anën. E ke pëlqyer. Normalisht e kam pëlqyer. Dhe ja ke shprehur këtë edhe në telefonatën. Ja kam shprehur në telefonat, ja kam shprehur edhe produksioni Olsës, ja kam shprehur, po ishte vonë kur ja kam shprehur. Ne njohim produksion, ti kërkon që ta njohësh në fakt si duhesh. Një staf të tërë, nuk është vetëm Olsa, por gjithsesi. Ne nuk e kemi këtë informacion, duhet të rakordohemi edhe me ta, po kemi mbritur në fund dashje pa dashje. E rëndësishme është që jeta juaj në një farë mënyre ka patur një lloj povi, nëse mund ta quajmë kështu, fal përputhen. Me gjithë diskutimet dhe debatet që ende keni. Po të gjithë po na thoni që s'do futeshit më në përputhen. Ja, unë futem të kam problem. Do futesh përsëri. Do futesh sërish. Ja, Graciano është gati të futet sërish. Renato, ndonjë njohje jashtë programit? Po. Graciano? Unë do të thoya për programin që qëndronit vërtet për ata që janë brenda aty dhe mos u merrni kush është fake, kush është i vërtet, se në fundin nga kjo botë nuk merr as famën, as lek, as i gjë, vetëm opinioni 2 metra dhe 4 drasa të kalë për amiku im. Ja i vërteti në koment. Graciano, ndonjë njohje jashtë programit? Kemi. Po pse më shumë ose apo ju brenda shumë. Erion, ndonjë njohje jashtë programit? Njohje shoqërore, për diçka konkrete jo se si. Asgjë, se kërkojnë që ta njohësh për kohë gjatë. Ose i ka mbetur mendja te Ana. Po pres mundësinë e dytë për përputhje. Shiko, kjo ishte e bukur kjo. Batutë e bukur. Sepse me këto goca që janë sot, besoj që do ishte diçka më ndryshe se sa më ato. Besoj që tani nuk do gjykohen nëse do i shkruash Fiorellës, tani që jeni jashtë përputhen. Ja, nuk besoj. Faleminderit që ishit me ne. Shumë faleminderit. Faleminderit juve dhe ne për këtë vit nuk e dia shifemi më, ju uroj Krishtinën të mbarë, një vit të mbarë dhe shëndet mbi gjithë. Gjithashtu. Duhet shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, do kemi disa këshilla shumë të mira nga herbalisti ynë Irfan Gjeci, do na thotë disa gjëra shumë interesante. Po pas pak.